Cilat janë konkluzionet kryesore të raportit të politikës monetare për tremujorin e dytë të vitit 2024? Konkluzionet kryesore të raportit tremujor të politikës monetare për tremujorin e dytë janë se në përgjithësi ekonomia shqiptare përfshin gjithë treguesit kryesor makroekonomik, rritjen ekonomike, inflacionin dhe treguesit e tjerë të ekuilibrave makroekonomik kanë ardhur në përmirësim dhe kjo ecuri ka qenë në përputhje me pritjet tona. Rritja ekonomike e tremujorit të katërt u zgjerua në nivelin 3.8%, duke qenë diçka më lart se pritjet tona, ndërkohë që inflacioni i tremujorit të parë të vitit 2024 zbriti në nivelin mesatar 2.7% për tremujorin e parë dhe 2.1% për muajin prill. Edhe kjo rënje ishte diçka më e shpejtë se pritjet tona. Megjithatë, duket nga analiza e të dhënave të disponuara që ajo i detyrohet në një masë të madhe rënjes së shpejtë të çmimit të ushqimeve. Ky është një fenomen i vënë në re në të gjithë vendet e rajonit. Megjithatë, intensiteti i ndikimit të tij në inflacionin shqiptar ka qenë më i lartë për arsye të peshës së lartë që ka shporta në ushqimet në shportën e çmimeve të konsumit. Nga ana tjetër, tregjet financiare duken të qeta, të stabilizuara, normat e interesit janë me luhatje minimale, ndërkohë ajo që ka rëndësi për ekonominë dhe për sektorin privat është fakti që kredia ka pasur një rritje relativisht të shpejtë dhe në përmirësim, duke shënuar një normë rritje vjetore prej 12.6% në muajin mars. Në përgjithësi, të gjithë ky grup informacioni sugjeron që trendet pozitive të cilat u vënë re gjatë vitit 2023 kanë vazhduar edhe në tremujorin e parë të vitit 2024. Ekonomia shqiptare duket që po e përballon me sukses sfidën me të cilën na përballi rritja e shpejtë e çmimeve në tregun ndërkombëtar gjatë vitit 2022. Impakti i saj në inflacion duket që është në reduktim dhe përgjithsisht faktorët që ndikojnë nivelin e çmimeve po afrohen me objektivin ton të inflacionit prej 3%. Si e shikon Banka e Shqipërisë gjendjen e ekonomisë shqiptare? Gjendja e ekonomisë shqiptare paraqitet pozitive, sikurse e thash, ritmi i rritjes është relativisht i lartë në nivelin 3.8%. Dhe për më tepër, bazat e kësaj rritje paraqiten relativisht të diversifikuara. Ne kemi kontribute pozitive qoftë nga rritja e konsumit privat, qoftë nga rritja e investimeve të bizneseve, por ajo që është vënë re në 6 muajin e dytë është një kontribut gjithmonë më i madh i eksportit të shërbimeve dhe më konkretisht i turizmit. Pra gjithë jemi të ndërgjegjshëm që kemi pasur një sezon turistik gjatë vitit 2023 relativisht të mirë, i cili ka siguruar hyrje të larta valutore, por nga ana tjetër ka mbështetur po ashtu edhe rritjen e punësimit dhe të pagave në ekonominë shqiptare. Duke u ndalur te ky tregues i fundit, dëshiroj të theksoj që rritja ekonomike si gjatë vitit 2023 ashtu edhe gjatë vitit 2024 është përcjell edhe në buxhetet e familjeve shqiptare. Ne konstatojmë një rritje relativisht solide dhe të qëndrueshme të punësimit në ekonomi, rreth një niveli mesatar 2.2% për vitin 2023, dhe po ashtu konstatojmë një rritje të vazhdueshme të pagave e cila ka mbështetur buxhetet familjare. Nga ana tjetër, të gjithë treguesit kryesor të stabilitetit ekonomik kanë ardhur në përmirësim, duke filluar me deficitin buxhetor dhe borxhin publik, dhe po ashtu me deficitin e llogarisë korrente dhe borxhin e jashtëm të ekonomisë. Nga ana tjetër, konstatohet që edhe cilësia e portofolit të kredive ka ardhur në përmirësim, ku niveli i kredive me probleme zbritin në një minimum historik të një dekade, prej afër 4.64%, dhe balancat shëndeti financiar i sektorit bankar shqiptar është mjaft i mirë, mjaft mbi parametrat ton minimal rregullator dhe i tillë që na bën të mendojmë që ky sektor do të vazhdojë të përgjigjet në vazhdimsi kërkesave të ekonomisë për fonde dhe për kreditim. Cilat janë pritjet për të ardhmen? Duke u nisur nga baza e gjerë e faktorëve të cilët kanë ushqyer rritjen ekonomike gjatë vitit 2023, ne mendojmë që edhe viti 2024 dhe më tej 2025 do të vazhdojnë trendet pozitive të vëna re më përpara. Pra ne presim një rritje ekonomike gjatë vitit 2024 të vazhduar në nivele të krahasueshme me atë të vitit paraardhës
Dhe po ashtu për vitin 2025 dhe në horizontin afatmesëm, ne mendojmë që ekonomia shqiptare do të rritet pra nivelit 3.5%, një rritje kjo që konsiderohet e mjaftueshme për të siguruar një punësim të plotë dhe për të pasur një ecuri të balancuar në ekonomi midis kërkesës dhe ofertës agregate. Dëshiroj të theksoj që fundamentet e ekonomisë shqiptare mbeten të shëndetshme, bilancet e sektorit privat, qoftë të familjeve, qoftë të bizneseve, janë mjaft të mira në terma të likuiditetit dhe të niveleve të akumuluara të borxhit, po ashtu besimi i bizneseve paraqitet në përmirësim. Ne mendojmë që konsumi familjar do të vijojë të kontribuojë pozitivisht në rritjen ekonomike dhe në të njëjtën kohë edhe trendi pozitiv i turizmit presim të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme, ndoshta jo me të njëjtin intensitet që kemi parë gjatë vitit 2023 dhe ai që presim për vitin 2024. Nga ana tjetër, paralelisht me këto zhvillime, ne presim që inflacioni të qëndrojë pranë niveleve aktuale gjatë pjesës më të madhe të vitit 2024, por më tutje ne presim që ky inflacion të afrohet me objektivin ton, rreth nivelit 3%, duke sugjeruar një ecuri të ekuilibruar, të balancuar dhe të shëndetshme të ekonomisë shqiptare. Pse Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit? Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit për arsye se ne gjykojmë që ky nivel normash interesi është i përshtatshëm dhe i arsyeshëm për të gjeneruar një rritje ekonomike pranë potencialit dhe një inflacion pranë objektivit ton prej 3%. Theksoj që në vazhdimsi, gjithmonë, vendimet tona të politikës monetare udhëhiqen nga pritjet tona për të ardhmen në horizontin afatmesëm, dhe këto pritje përsëri sugjerojnë që ekonomia shqiptare do të ketë një ecuri të mirë, të ekuilibruar dhe inflacioni do të jetë pranë objektivit ton. Megjithatë, sa i takon të ardhmes, ne kemi theksuar, Këshilli Mbikëqyrës e theksoi në komunikimin e vet publik, që këto vendime do të jenë të kushtëzuara nga informacioni i ri, nga balanca e presioneve inflacioniste, por gjithmonë do të synojnë të krijojnë kushte të përshtatshme monetare, duke nënkuptuar nivelin e likuiditetit dhe të normave të interesit në ekonomi, të përshtatshme për të garantuar ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, i cili është një instrument i domosdoshëm për një rritje të qëndrueshme të ekonomisë, për ruajtjen e shëndetit të balancës të bilanceve të familjeve shqiptare dhe për një stabilitet të përgjithshëm financiar të vendit. Si vlerësoni rezultatet e deritanishme të normalizimit të politikës monetare nga Banka e Shqipërisë? Rezultatet e deritanishme të normalizimit të qëndrimit të politikës monetare kanë qenë pozitive. Besoj të gjithë janë të ndërgjegjshëm për faktin që inflacioni ka shënuar një rënje të shpejtë duke filluar nga tremujori 4 i vitit 2022 në vazhdim, dhe aktualisht gjendet pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. Kjo rënje e inflacionit i detyrohet në një masë të madhe patjetër edhe reagimit që politika monetare ka pasur në kahun e normalizimit të qëndrimit të saj. Ajo që është po aq e rëndësishme për te i rënjes të nivelit të inflacionit është fakti që normalizimi i qëndrimit të politikës monetare nuk ka pasur një ndikim të dukshëm të prekshëm negativ në trendet e rritjes ekonomike, përkundrazi, ekonomia shqiptare ka vazhduar të rritet gjatë kësaj periudhe, duke mos cënuar ekuilibrat e vendit dhe stabilitetin financiar. Pra mendoj që ne kemi qenë të suksesshëm qoftë në përmbushjen e objektivit ton primar, që është stabiliteti i çmimeve, po qoftë edhe në mbështetjen e aktivitetit ekonomik për të arritur këtë proces dizinflacionist me kosto sa më të ulta për ekonominë shqiptare.